Armët që dikur përbënin rrezik për qytetarët, tani do të përdoren për të mirën e tyre. Plot 760 armë të llojeve të ndryshme që policia sekuestroi gjatë këtij viti u shkatruan plotësisht këtë të premte, nga mbetjet e cilave do të prodhohen kapak të pusetave. Krahas shkrirjes së armëve të vogla, ato më të gjata fillimisht u desh të prejeshin. Ky aksion që tashmë realizohet pothuajse vit për vit, sipas drejtorit të policisë, shënon një hap të rëndësishëm drejt parandalimit të vrasjeve. Po vazhdon me shkatrimin e armëve të vogla dhe të mesme, me qëllim që të krijohet sa më shumë siguri për qytetarët tonë dhe për vendin tonë. Armët ilegale janë rrezik për shoqërinë tonë, janë rrezik për familjet tona, për fëmijët tonë, ato nuk krijojnë siguri, krijojnë më shumë pas siguri. Sipas policisë, që nga viti 99 janë konfiskuar mbi 36.000 armë ilegale, ndërsa vetëm prej vitit 2005 janë shkatruar afro 16.000 armë. Në këtë aktivitet mori pjesë edhe përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-s në Kosovë, Nuno Kuerios, i cili theksoi rëndësinë e këtij procesi për ndërtimin e një shoqërie më të sigurt dhe gjithëpërfshirëse. Armët ilegale nuk sjellin siguri, por përkundrazi. Ato kërcënojnë jetën e civilëve, minojnë institucionet dhe shpesh përdoren në dhunë me bazë gjinore apo dhunë në familje. E përgëzojnë policinë dhe institucionet për angazhimin e tyre të jashtëzakonshëm, dhe jemi krenarë si UNDP, jemi partner në këtë mision. Bazuar në të dhënat zyrtare të policisë, vetëm nga janari deri në gusht janë sekuestruar 1039 armë dhe 18.606 municione të llojeve të ndryshme.